6 vendet më të mëdha të Bashkimit Evropian arritën një marrëveshje për të ecur përpara me një plan për ta shndërruar bllokun në një treg financiar në stilin e Wall Streetit. Marrëveshja e arritur në Berlin pas orësh të tyre negociatash është një hap i rëndësishëm në planin 10 vjeçar për ta shndërruar Bashkimin Evropian në një fuqi të madhe investimesh në stilin amerikan. Ministrat e financave nga Gjermania, Franca, Spanja, Italia, Polonia dhe Hollanda, të njohura si E6, arritën në një kompromis mbi aspektet kryesore të paketës së integrimit dhe mbikëqyrjes së tregut të Bashkimit Evropian. Një nga çështjet më të debatuara përfshin dhënien e më shumë kompetencave mbikëqyrëse organe të tregjeve të Bashkimit Evropian, Autoritetit Evropian të letrave me vlerë dhe tregjeve. Franca dhe Spanja kërkuan që ESMA-s t'i jepë menjëherë kompetenca të reja gjithëpërfshirëse, ndërsa Italia dhe Hollanda kërkuan një periudhë tranzicioni deri në 8 vjet. Si përfundim, E6 ra dakord të zgjeronte kompetencat e ESMA-s pra të Autoritetit Evropian të letrave me vlerë dhe tregjeve sa më shpejt të jetë mundur, por pa përfshirë një afat kohor specifik. Në nënshkruesit e marrëveshjes tani përballet me një betejë të vështirë për të çuar përpara një marrëveshje më të gjerë politike midis 27 vendeve të Bashkimit Evropian, përfshirë skeptikët e përbetuar Irlandën dhe Luksemburgun. Që Bashkimi Evropian të finalizojë një marrëveshje, ajo duhet të miratohet nga 15 vende që përfaqësojnë të paktën 75% të popullsisë së Bashkimit Evropian.